Jemi këtu në PDF tek vendi i ngjarjes ku ka ndodhur sulmi brutal ndaj 18-vjeçarit tashmë të ndjer Lulzim Fejzullahu, i cili u godit me veturë dhe u rrah brutalisht me shkop të bejsbollit nga dy persona të mitur. Siç mund ta shihni, këtu gjenden ende shenjat e veturës me të cilën u godit 18-vjeçari, ndërsa kjo është pjesa ku ai u godit disa herë me shkop të bejsbollit. Disa metra më larg vendit të ngjarjes është duke u mbajtur momentalisht edhe e pamja për 18-vjeçarin Lulzim Fejzullahu. Fotografia e tij tashmë është vendosur në karrige. Në familjen Fejzullahu në Podujev është hapur e pame pas vdekjes së 18-vjeçarit Lulzim Fejzullahu, i cili u godit me veturë dhe u rrah brutalisht me shkop të bejsbollit nga dy të mitur. E numri i vizitorëve që po vijnë për t'i shprehur ngushëllime familjes është i madh. Dhimbjen e tyre, familjarët e ndanin me njëri tjetrin dhe miqt që ju shkonin për ngushëllime, duke refuzuar të flasin para kamerës së Arbesh.info.